Toka e zbrazët, mit apo vërtet ndodh diçka? Pse gjendet vallë në kaq shumë histori kjo hipotezë? E dim vërtet se çfarë ndodh në qendër të tokës? Për shekuj me radhë, ideja e tokës së zbrazët ka qenë e pranishme në historinë njerëzore. Nëse kthehemi pas në kohë, ajo ka qenë e pranishme në të gjitha fetë që flasin dhe shkruajnë për një botë tjetër nën tokë. Orfeu kërkoi atje rudisin çlirimin, ndërsa Odisea ra atje, në qendër të tokës, kurse në krishterim Feri është atje, dhe për kinezët atje ekziston jeta e përtejme. Mistikët dhe budat e Tibetit besojnë se në qendër të planetit është agartha legjendare dhe kryeqyteti i saj, Shambhala, ku jetojnë mësuesit e tyre të mençur, si një qytetërim më i lartë. Nën koren e tokës, e cila është 800 kilometra e trash, ka një boshllëk, një zgavër të madhe. Brenda këtij boshllëku ka 3 planete koncentrik, të vendosur në të njëjtin boshll. Kanë parafërsisht madhësinë e Marsit, Venusit dhe Mërkurit. Dikush do të pyes veten, se cili idiot e tha këtë? Por nuk është ndonjë idiot. Këto i tha një nga shkencëtarët më të mëdhenj të gjitha kohërave. Astronomi i famshëm Edmund Halley, në vitin 1692, unë deklaroi se toka është e zbrazët. Brendësia e saj është e banuar dhe përbëhet nga një numër sferash të ngurta koncentrike. Njëra brenda tjetrës dhe është e hapur në zonat e poleve në këndin e 12 ose të 16. Kërkoi 100 shok të guximshëm, shumë mirë të pajisur dhe të ngarkuar, për të nisur në vjesh nga Siberia me drer dhe slita, në drejtim të akullnajave të detit të ngrirë verior. Personalisht marr përsipër se do të gjejmë një vend të ngrohtë dhe të pasur, plot me bimë dhe kafshë të dobishme. Nëse nuk takojmë njerëz kur të arrijmë në këndin 82 gradë gjersi veriore, do të shkojmë sërish pranverën e ardhshme. Këto tha John Cleves Simses, ish kapiten i këmbësorisë nga New Jersey, në maj 1818. Vendbanimi i vërtet i Apollonit gjendet midis hiperveriorëve, në një tokë të jetës së përjetshme. Lito, nëna e Apollonit, lindi në një ishull në Oqeanin Arktik, shumë përtej erës veriore. Perëndia që qëndron në qendër, në kërthizën e tokës, është Zoti i miteve dhe krijuesi i feve të njerëzimit. Bota jon u krijua fillimisht vetëm për brendësinë e saj. Distanca midis dy sipërfaqeve të brendshme është 1000 kilometra më e vogël se diametri i tokës. Në qendër gjendet një sferë e madhe zjarri të kuq, të turbullt, i mbështjell nga një re e bardhë, e lehtë, e shëndritshme. Atje ndodhet froni i mbretit të botës. Do të thoshte Wills George Emerson, në vitin 1908. Ndërsa matematikani zviceran Leonard Euler, që vdiq në vitin 1783, besonte se në qendër të tokës ndodhe një diell i vogël, i cili hite dritën e tij të vakët mbi një qytetërim nëntoksor shumë të zhvilluar. Kurse Lord Luton, që jetoi deri në vitin 1873, në librin e tij Raca pasardhëse, thotë se duke ndjekur galeritë e një miniere, u gjend në një botë të nëntokës, ku takoi qenie me krah, si dhe një racë që e quan veten Vrilja. Vriljanët mbartin një qytetërim të mençur dhe superior, si dhe janë mbartës të fuqisë Vril, që e posedonin me një shkopi mrekullibërës. Fuqia Vril është fuqia supreme toksore dhe krijohet nga grumbullimi i energjisë eterike të tokës, në korelacion me energjinë personale të njeriut, do të thoshte ai. Dhe vim në shekullin e 20, kur Adolf Hitler, i cili ishte antar i shoqërisë sekrete Thul dhe vëllazërisë Vril, nisi operacionin Hipervoria që synonte të gërmonte në pjesë të ndryshme të Europës për të zbuluar gjurmë të një race superiore nëntoksore ariane. Në Ballkan, specifikisht kërkimet u kryen në Greqi, në Grykën e Vikos, në Gavdos, në Distomo, Kavala dhe Gjetiu. Hitleri besonte se toka ishte e zbrazët dhe se kurba e saj, apo sipërfaqja e lakuar, do të mund të përdorej për të emetuar rreze infra të kuqe, të cilat mund të regjistronin lëvizjet në distanca të shumë të mëdha, si dhe kalimet e nëndeshme do të përdoreshin për të kryer operacione ushtarake pas vijave të armikut përmes rrugëve nëntoksore. E gjithë teoria e luftës pohon se toka është një planet i zbrazët me hyrje të lashta në botën e nëndeshme të shpërndara në të, me polin e veriut dhe polin e jugut si dy nga hyrjet kryesore. Nga ana tjetër, në kontinentin aziatik, tradita budiste e quan Manu, sundimtarin, bikëqyrësin e planetit. Vlen të përmendim se emri Manu gjendet në variante të ndryshme mes shumë popujve të lashtë. Men ose Min për egjiptianët, por edhe Amonra, dielli i fshehur, apo Minoas për grekët. Ndërsa tradita hindu ka referenca për Chakravarti, ai pra, që vë në lëvizje rrotën, apo monarkun universal. Shpella e Pentelit në Athinë konsiderohet nga lashtësia si Apolioni i Panos, do me thënë poli i panit ose poli i së gjithës, dhe simboli i këtij poli është svastika. Për nazistët svastika simbolizonte lëvizjen e përjetshme të botës dhe boshtin e kësaj lëvizjeje.
polin nga ku dolën arianët. Svastiga është një simbol i lëvizjes rrotulluese. Kujtoni se në luftën e dytë botërore, aleatët e quanin armikun fuqitë e boshtit. Anasazit, të cilët u shfaqën papritur në Amerikën Perëndimore në vitin 100 para Krishtit dhe u zhdukën në mënyrë misterioze 15 shekuj më vonë. Besonin se paraardhësit e tyre dolën nga bota e nëndeshme përmes një vrime që lidh sipërfaqe me qendrën e tokës. Përmes së njëjtës vrim shpirtrat e të vdekurve kthehen në adeun e tyre të gjenezës. Ata ndërtonin banesa nëntoksore ose në hendeqe të thella, si dhe ngrinin tempuj pranë vrimash. Ishin po këta që ndërtuan ndërtesa peskatëshe me 2000 dhoma. Indianët Navajo u dhan atyre emrin Anasazi, që do të thotë të huaj të lashtë. Ky ishte një historik sinoptik me referimet kryesore mbi çështjen e tokës së zbrazët. Janë ende të shumt ata që sot mbështesin hipotezën se planeti Tokë është zgavër nga brenda, veç të tjerash. Mars Channel. Please subscribe.